më duhet të ndërprej edhe këtë që isha duke thënë, sepse kemi tani konferencën e tretë të KQZ-s dhe do ta lidhim me njëherë drejt për drejt tani. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë, në këto 18 komuna, kishin votuar 25.33% apo 333.489 votues nga 1.316.129 votues. Të dhënat e detajuara për pjesëmarrjen e votuesve në çdo komunë dhe në çdo qendër votimi i gjeni në platformën e KQZ-s, të cilën mund t'i referoni. Në procesin e deritashëm të votimit kemi pasur disa ankesa për votimin me asistencë. Për hir të informimit korrekt të opinionit publik, e shohim të nevojshme të sqarojmë se votimi me asistencë për personat me aftësi të kufizuara, ata që nuk mund të mbushin dhe nuk mund ta hedhin flet votimin, është i garantuar me ligjin për zgjedhjet dhe rregullore të KQZ-s. Kjo nuk nënkupton që në emër të kësaj të drejtë të garantuar të abuzohet dhe në këtë kategori të tentojnë të hyjnë persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s, me qëllim të menjanimit të çfarëdo keqpërdorimi, është vendosur që aftësia e kufizuar e votuesit duhet të dëshmohet përmes dokumentit përkatës. Andaj u bëjmë thirrje këshillave të vendvotimit që të vlerësojnë drejt dhe sipas legjislacionit në fuqi persona që paraqiten për të votuar me asistencë e për të cilën çështje janë trajnuar. Nëse ka ndonjë pyetje nga pjesëtarët e medjave, nëse jo, ju falenderit për pjesëmarrjen. Edhe në konferencën e parë që e patëm, na thëmë që ata persona kanë të drejtë asistence, por jo në kabinën e votimit. Dhe të kanë të drejtë asistence deri në kabinën e votimit, njoftohen lidhur me flet votimin, me mënyrën e votimit, por brenda në kabinën e votimit votojnë të vetë. E plotësojnë vetë flet votimin. E kanë asistuesin para se me shku tek kutia e votimit, e kanë asistuesin i cili mund të njoftoj. Okay? Nëse s'ka ndonjë pyetje tjetër, ju njoftoj se konferenca 4 do të mbahet në orën 19:30. Shihemi. Faleminderit. Kthehemi në studio, ishim me konferencën e tretë të KQZ-s dhe do doja ta vazhdoja aty ku e lam, sidomos me zotin Zeqiri, sepse do ta lirojmë. Pak me vonesë e kyçëm, prandaj veç po ua përsëris rezultatin. Përqindja në këto zgjedhje deri në orën 15 ishte 21.02%, ndërsa në raundin e parë 25.33%. Pra është rreth 4% më pak. Sidoqoftë në disa komuna ku gara është më e nxehtë, ka shifra ose të njëjta ose edhe më të larta në